Pra, modifikimi tjetër është, nëse klikomi këtu, klikomi edhe një herë, sikur më herët që u fokusum të këtu shigjetat, tash kemi edhe këtë opcionin këtu. Shikone, nëse klikoj këtu, kjo transformohet këtë pozicion. Shikone. Po këthena që të lezëm brapa. Njëjtë lënë edhe për mënyrë horizontale. Shikone. Por, nëse klikoj ALT-ën, nëse klikoj CTRL-ën, shikoj kjo shkon më ndryshe, shkon nga 15 shkallë kështu lëviz. Shikone. Ndërsa pa shtyp për CTRL-ën, më me lëviz me lëvizje të lirë. Këthena mbrapa. Hapi tjetër është, e kemi selektuar këtë, pastaj klikoj këtu, edhe klikoj këtu. E boj shtypër edhe ngrej njena. Shikone, prej katrorit transformohet bëhet rreth. Po këthena CTRL-Z. Por mujën edhe ma pak, shikone kështu. Apo e kam këto opcione, shikone, për që shpo bëhet rëndet, më me bëhet për shemull, për selektoj, për bëj 25, shikone, kjo bëhet, të më thone kena mundësi nëse me numra ose kështu. Po këthena mbrapa. Por nëse du vetëm një kand, e klikoj këtë pikën, shikoj, këtu tjera të bëhen vetëm kufizimi, ndërsa të kjo bëhet fusha mbushur. Kështu që e klikoj, edhe shikone vetëm kjo afektohet. Pastaj e klikoj këtë, edhe kështu. Po këthena CTRL-Z. Apo, këtu tani për momentin është shtypur këtë dryni. Këtë dryni të regon që nëse ndryshon njënën, ndryshon këtë këndët. Kështu që më me heke drynin, edhe me bo, për shembull 25 këtu, edhe këtu me bo 45, dhe shikoni far forme. Këthena mbrapa, për me do si prap këtu drynin.